Ju prezantojmë audiolibrin e radhës. Mos u trishto. O Allah, ati i drejtohet me lutje kush është në qiejje në tokë, dhe ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja. Kur turbullohet deti dhe era e fortë përplas valët e saja me fuqi njëra mbi tjetrën, sikur të ishin të hidhëruara, marinarët thirrnin për ndihmë dhe shpëtim. O Allah, kur në terin e natës së shkretirës kalorsi humb drejtimin dhe karvani prisht orientimin e tij, ata thirrnin atë të cilit terri i natës nuk ja pengon dëgjimin e zërit nevojtarit. O Allah, kur të godas njeriu në keqe e rënd, që s'të lejon të bësh lëvizje, s'ke ç'bën tjetër përpos të thrasësh Allahun. O Allah, kur mbyllen dyert përpara syve e nuk ka rrugdalje tjetër pos të mbështetesh i shtangur pas dere, e kur lypsve ushtrohet pëlhura mbi fytyrë, njeriu bërtet. O Allah, kur ngushtohet rruga e ju vihen kurthe, ju ndërpriten shpresat e ju kputet litari, ju thirrni me zët lartë. O Allah, te krijuesi yt arrin fjala e mirë, arrin lutja e sinqertë, lidhja e vërtetë. Ai shelotin tënd të pastër kur ti e derdh diku në qoshe. Ta di fshehtësinë e brendshme ku ti struk sekretin. Drejt Allahut shtrihen duart dhe drejtohen në mesnat, duart që nuk do të mbeten të tharë, por do të kthehen me atë që kërkove, sepse Allahu është qetësuesi i përpikt i zemrës tënde kundër fatkeqësisë që të goditi. Me emrin dhe mbrojtjen e tij dëgjohen dhe largohen të këqijet rreth teje. Me përkujtimin e emrit të tij të qetësohet zemra dhe të freskohet shpirti. Të shuhet flaka e zëmërimit, kthehet mendja e zëvend bindja. Allahu është shumë bamirës ndaj robërve të vet. Emri Allah është më i miri emër dhe përmban më të bukurat shkronja. Është shpreha më e vërtetë dhe më e shtrenjtë. A i nje dikë që ka të njëjtin emër me të? Allahu t'i takon pasuria, fuqia dhe lartmadhëria. Gjithçka është pronë e tij. I kujt është pushteti sot? I Allahut, i atij që është një, i fuqiplotit. Allahu është bamirësi dhe mbrojtësi. I tij është pushteti absolut. Po ashtu nga ai të vjen shpëtimi, pasurimi me dashuri dhe vepër të frytshme. Dhe çdo të mirë që keni, ajo është prej Allahut. O Zoti ynë, na i zbut zemrat, na shëndro të merrin e brengave në hare, na bëj sy pa trembur kur na kaplon frika. O Zoti ynë, freskoj shpirtrat tanë me bindje të paluhatshme dhe shuaje prushin e shpirtrave të ndezur me ujin e besimit. O Zoti ynë, largoje për nesh mërzin dhe pikëllimin, lëshon mbi sytë tanë të friksuar siguri, mbi shpirtrat e shqetësuar qetësi dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi. O Zot, mundsoja syve të mi ta shohin dritën tënde dhe të devijuarit ta gjejnë rrugën e drejtë. O Zot, shuaj përshpëritjet e zërit në ndërgjegjes së keqe prej nesh dhe ago për ne një mëngjes të mbushur me dritën tënde. Largo nga ne çdo gjë që na shpije në pesimizëm e në shkatërrim. O Zot i madh, na bëj prej atyre që kanë frikë prej teje dhe prej askujt tjetër, e mos na bëj prej atyre që s'të kanë frikë dhe frikohen nga të gjithë. Kur të kemi nevojë për mbështetje, na përkujto mbështetjen tek ti. Kur të jemi lypës, na frymëzo të kërkojmë vetëm prej teje, se ti je zotëruesi i hambareve të pashtershëm. Nga përkujdesja jote nuk shmanget dot asnjë grimc, sado e vogël që t'jetë, dhe ti mbetesh me dituri për ne kudo që t'jemi. Përkujto dhe falëndero. O njeri, qëndro duke përkujtuar të mirat që t'i dha Allahu. Mos u bëj verbër dhe shurdh, se sado që t'ja lësh haresës begatit e tia,
dhe t'ja kthesh atyre shpinën, ato të vinë pas e të mbulojnë nga maja e kokës deri te gishtrinjtë e këmbës. Qëndro pra besniki vërtet e mos i moho të mirat e tij të panumërta. Allahu thot: edhe nëse përpiqeni ti numëroni të mirat e Allahut, s'do të mund të arrini ti përkufizoni. Zoti të dha trup të shëndosh, të siguroj qetësi në vendin ku rri dhe banon, të dha ushqime të larmishme, krijoi për ty ujin dhe ajrin. Pra një gjithësi e tërë është për ty, e ti nuk e ndjen e as nuk e di, dhe plotësoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme e të fshehta. Të bëri me dy sy, me gjuhë dhe buzë, të dha gjymtyr, dy duar dhe këmbë. Ti zbukuroi në mënyrën më të përsosur ashtu siç i kanë hije dhe i përshtaten çdo njerit. E cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni? Pra a mendon ti se të ecurit me dy këmbë të kputura është më lehtë se të ecurit me këmbë të plota të shëndosha? A është pak për ty kur gjumin e bën të qetë, e të tjerët nga dhimbje që kanë nuk shijojnë gjumë në sy disa ditë, e disa me muaj, e disa me vitet të tëra, sa kur shërohen dhe bëhen siç kanë qenë, harojnë se si ecet? A mendon kur mbush stomakun e ngopesh me ushqim të lezetshëm, pastaj kur pi ujin e ftohtë e freskon shpirtin, se shumë të tjerë janë të privuar nga kjo kënaqësi, ngrënjet dhe pirjet e cilave janë të përzjera me dhimbjet e smundjet? Hidhi një vështrim vetes, pastaj mendo e përkujtoi ata që humbën dëgjimin e mbetën të shurdhër. Njihja vlerën dy syve të tu me të cilët shet dritën dhe terrin, e kujto ata që humbën të pamurit dhe si peshqesh u mbeti ngjyra e zezë. Po, vetëm ngjyrën e zezë kanë. Shiko lëkurën e trupit që ke, të butë, të njomë, larg sëmundjeve që të tjerët i patën, e pastaj falëndero krijuesin tënd që s'të bëri nga lëkurë sëmurët dhe që është fare lehtë për Allahun që ti të ishe në grupin e tyre. Mendo rreth kafkës brenda së cilës ke më të çmuarën, tururin që të dallon nga kafshët, që të bëri prej të mençurve e të molepsi me çmenduri duke mbetur i marr. A do të pajtoheshe që të ofronin arsa kodra e Uhudit e t'u jepje vetëm njërin sy? A do të doje që të ta hiqnin gjuhën me të cilën flet qartë dhe në vend të saj të dhuronin pallate mbretërore? Pra, a do e ndroje dorën e trupit kundrejt sa gurëve të vegjël të çmuar? Jo. Gjithçka që ke në trupin tënd nuk zëvendësohet me asgjë, se për atë nuk ka çmim. Ti pra, me të vërtet zotëron dhe jeton me më të shtrenjtën dhunti, por fatkeqësisht nuk i nje dhe nuk i di. Jeton i mërzitur, i lodhur, i raskapitur nga shpirt ngushtia, i brengosur, i pikëlluar, i zymt thua se mban përgjegjësinë e gjithë njerëzisë. Imagjinon të humburën dhe si e falëndërues për atë që ekziston dhe është pranë teje. Zëmërohesh nga një humbje fare e vogël të hollash e nuk i sheh çelësat e lumturisë që ke në dorë. Po edhe në veten tuaj, a nuk doni të shihni? Hidhe vështrimin mbi veten tënde, mbi familjen dhe shtëpinë, mbi punën dhe shëndetin tënd, mbi shoqërinë dhe shokët dhe mbi gjithçka që është rreth teje. Do të bindesh në atë që shpeshherë mohon. Ata i njohin të mirat e Allahut, pastaj i injorojnë. Ajo që kaloi, mbaroi. Të jetosh rreth të kaluarës, të jetosh me të dhe të prezantosh në të, e të dëshpërohesh nga të këqijet e saj, është çmenduri dhe vrasje e dëshirës për jetën e tashme. Tek të mençurit, fletët e së kaluarës shuhen dhe nuk transmetohen që të përsëriten. Ato mbyllen një herë për gjithmonë në burgun e haresës, duke u lidhur e shtrënguar fort që mos dalin kurrë. Nëse kujtohesh, kjo s'të jep gjë veç lodhjes e sëmundjes psiqike. Ndaj mos e bëj këtë, se nuk rrjedh dritë nga ato kujtime vrasëse. Përkundrazi, ato sjellin e mbjellin mendime dhe ide të prishura që shpihen drejt humbjes dhe shuarjes. Mëshiroje dhe mos i bëj padrejtësi vetvetes, e as mos e ndërmerr një hap të tillë, sepse brengosja e tepërt nuk të kthen atë që të kaloi, por as shqetësimi i madh
nuk e ndryshon të shënuarën. Mos jeto në ëndrrën e kaluar, e as mos ri në hijen tradhtare që u humbet shpejt. Zgjoje veten nga gjumi që të lodh. A dëshiron dhe a mund të kthesh lumin në rrjedhën që doli e rodhi? Po diellin mbasi lindi. Po a mund ta rikthesh fëmijën në shtradin e barkut të nënës së tij? Po qumshtin, a mund ta futni e ta ktheni aty në gjoks ku ishte? Po lotin, a e ktheni në sy pasi që u der? Jo, kur. Ajo që doli u bë dhe shkoi, kaloi, nuk kthehet më. Por këtë mos jeto me kaluarën që të verbohesh e të humbasësh. Të digjesh me zjarrin e saj që shuhet. Ta bësh këtë do të thotë të humbasësh të tashmen dhe ta zhdukësh vullnet. Ai që e do të kaluarën dhe i kthehet asaj, është si ai i cili e bluan mielin që në esencë është i bluar, apo si ai që e sharon tallashin e drurit, që moti kanë thënë për ata që e qajnë të kaluarën se nuk nxiren të vdekurit nga varret e tyre. Madje edhe fabulisti i ka përmendur ata që flasin me gjuhën e kafshëve se si e kanë pyetur gomarin, pse nuk ripërtypesh? E ai tha, e urrej gënjeshtrën. Me të vërtet gabimi ynë më i madh është se harrojmë të tashmen dhe angazhohemi me të kaluarën. E prishim dhe rrëzojmë ndërtesën e bukur. O jo, mos e prish atë që ndreqe me plot vuajtje të rënda, se sikur të grumbullohen e të tubohen të gjithë njerëzit dhe gjinët, nuk do të kishin mundur t'ju kthejnë gjë nga ajo që kaloi, për shkak se ajo është e pamundur dhe humbur as të jep gjë. A nuk e sheh se njerëzit nuk shikojnë pas dhe as që kthehen të vështrojnë gjurmët që lanë parapa? Era që fryn gjërat i merr përpara e nuk i lë pas. Gjithashtu, edhe uji që rrjedh shkon përpara e nuk ecën pas. Po nëse shohim dhe më thellë, vërejmë se çdo gjë që lëviz në këtë rruzull toksor, qoftë insekt, shtaz, kafsh, njeri apo makinë, të gjithë ecin përpara e nuk shkojnë pas. Ndaj, as ti mos shko kundër rregullit të jetës e të prishësh zakonin e saj. Kjo është dita jote. Kur të zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen. Se ndoshta kjo dita e jote është e fundit dhe s'të pret koha të mendosh për të djeshmen që kaloi e as për të nesërmen që akoma s'ka ardhur. Kjo ditë që rrezet e diellit të saj të ngrohin dhe arritet t'ja shikosh dritën është vetëm e jotja. Jeta jote është një ditë e vetme. Në mëngjes ngjallesh e në mbrëmje vdes dhe nuk kthehesh më. Para mos e humb këtë ditë që peshon sa jeta. Bëu i kujdesshëm brenda këtyre orëve të kufizuara dhe vepro me seriozitet. Adhuroje krijuesin dhe fale namazin me kujdes. Lexo Kuranin e shenjtë dhe me vëmendje të plot shi që kërkohet prej teje. I kompletuar me trup, me zemër dhe me mend kur ta përkujtosh Allahun e të qëndrosh përpara tij. Peshoji veprat tuaja dhe vështro se cila anë të rëndon më tepër. Krijo moral të lartë për veten tënde dhe pajtohu me atë që Allahu caktoi për ty. Përpiqu të bësh mirë për të tjerët, se vetëm sot je i gjallë, para shfrytëzoje rastin e fundit. Nga orët e kësaj dite vepro mirë dhe nxjerr dobi për veten tënde, sikur të ishin vite. Përgatitu për herën e fundit sikur do të udhëtosh në mbrëmje. Jeto edhe sot dhe qëndroj buzëqeshur, i qetë e i butë, kënaqu me atë që të erdhi nga Allahu i madhëruar, kënaqu me fëmijët tuaj, bashkëshorten tënde, me familjen dhe shtëpinë tënde, se edhe sot i keni parasyve. Mos i dhëro askënd në momentin e fundit, se nuk kthehesh e as nuk i sheh më në këtë botë. Merr atë që të dhash dhe bëhu mirënjohës. Nëse sot ke ngrënë ushqim të shijshëm, të ngrohtë, atë dëmton ushqimi i djeshëm i thatë i ftohtë, apo ushqimi nëse nesërmes që se di si do të jetë? Kur sot pive ujin e freskët, të pastër e të ëmbël, pse brengosesh për ujin e turbulluar e të njelmët që pive dje? Ki besim në vetvete e le të jetë e qartë kjo ditë për ty. Kur ti drejtohesh ndërgjegjes sate e ti flasësh dhimbshëm, thuaj: vetëm për sot do t'i korrigjoj fjalët që mi nxjerr goja e nuk do të shqiptoj fjalë të ndyta, sharje,
thyerje, përgojime. Vetëm sot do t'i kushtoj rëndësi pastërtisë trupore dhe do t'jem i matur në të ecur, në lëvizje dhe fjalë, se nesër s'do t'jem. Për këtë ditë jetoj, sot do t'i bëj vend në zemër dobis, do të mbjell në të dashurin, sinqeritetin, drejtësin ndaj vetes dhe të tjerëve, ndërsa drurit të së keqes, arrogancës, xhelozis e kokfortësis, do ja këpuz degët dhe gjëmbët e do ta çrrënjos. Vetëm për sot do t'jetoj dhe do u ofroj të mirën të tjerëve. Do ta vizitoj të sëmurin, ushqej të uriturin, ndihmoj të dobtin, qëndroj pranë të ngratit që i është bërë pa drejtësi, nderoj dietarin, mëshiroj të voglin, respektoj plakun. Vetëm për ty o e sotme jetoj, e nuk të kujtoj ty o ditë e djeshme e të humbit sotmen, se ti shkove dhe përfundove. Rezet e tua perënduan si ato të diellit. Nuk lotoj për ty, e as nuk të ndëroj, se ti na lë dhe ike prej nesh, e s'do të kthehesh më kurrë. Ty o ditë e nesërme që gjendesh në botën e panjohur nuk të jetoj në ëndra, e as të dhuroj veten me gjërat paqarta, sepse ti si asgjë, pasi ende nuk e arritur, e as që je e përmendur. Për ditën tënde o njeri, e rezervo vepra në fjalorin e lumturisë.